I filluar ditën e shtunë me ndeshjet e disiplinës së stilit të lirë, kampionati kombëtar i mundjes për moshat U15 dhe U17 ka vijuar dhe ditën e diel me ndeshjet e disiplinës tjetër atë greko-romake të stilit klasik, ashtu si edhe në mundjen e lirë ku vllaznia drejtuar nga trajneri Altinanza u rendit e dyta si ekip dhe shpalli 2 kampion kombëtar individual. Edhe në këtë stil korri sukses duke shpallur 2 kampion kombëtar, Enes Anza në peshën 75 kg dhe Amar Brahimi në peshën 85 kg. Madje ky fundit, Amar Brahimi u shpall mundësi më i mirë i kampionatit duke merituar një kupë personale. Jam shumë i kënaqur me këtë çmim që kam marrë, kam dalë kampion i mundjes greko-romake dhe sportisti më i mirë i kampionatit U15. Këtë trofej ja dedikoj babës tem si ma bakra për çdo hap një teme dhe presim edhe më shumë në kampionate e tjera. Në vazhdimsi, me së vitjet fort, synojmë me marrë pjesë në botërore, europiane, balkanik dhe ndash zotin olimpik. Rezultatet pozitive të arritura nga mundësit shkodrani dedikohen trajnerit Altinanza për punën e palodhur që bën me ekipin me të gjitha grup moshat. Kjo është një kënaqësi e madhe, që arrin të marrin të dalin mbrëna 2 ditëve të dalin kampion edhe tek stili i lirë edhe tek greko-romak në peshën po të njëjtën peshë në 75 kg. Kena hap edhe stilin klasik, po munona gradualisht me punu me këta djemt, kushtet si gjithmonë që me çdo intervistë përmend vetëm kushtet, ne do ta vazhdojmë me këta kushte që kena. Besoj që për kaq sa kena mundësi kena lanë maksimalen, ma shumë nuk mundem e veç, shpresojmë që edhe na rregullohet edhe palestra, që mas mesim në për ambientet vogla me këta djemë të cilët janë në ardhmja e mundjes.